Përshëndetje dashur miq, rikthehemi këtu në Antena Televizion me emisionin tim Sinjal nga unë Ermal Peçi për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh politikën e brendshme, por jo vetëm. Do diskutojmë mbi kamerën e fshehtë që i bën strategut të PR-it të Donald Trump, por që tashmë është transferuar në Shqipëri, zotit Lasivita. Gjithashtu mbi efektet e kontratës së lobimit, a rrezikon Flamur Noka burgun për firmën që ka hedhur në këtë kontratë? Çfarë kërkon Partia Demokratike të bëjë nëpërmjet kësaj kontrate dhe mbi të gjitha, çfarë po ndodh në betejën politike midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Flasim midis këtyre dy partive sepse këto të paktën në narrativën e vet e kanë gjuhën më të ashpër ndaj njëri tjetrit, por dhe mes tyre kanë pasur bashkëpunime më të afërta, si reforma territoriale apo reforma zgjedhore. Gjithashtu kemi pasur edhe votat e amnistisë, ku janë liruar drejtorët e korruptuar, të cilët janë dënuar nga SPAK dhe GKK. Për të folur për këto çështje, për të folur mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, kam kënaqësinë të kem në studio gazetarin dhe mikun tim Anëri Bala. Anëri, përshëndetje. Normal, përshëndetje. Kënaqësi që na ftoni sërish tek emisioni Sinjal, ndoshta për të folur për një temë edhe më interesante, siç është kjo e lobimit. Tani pjesa që na hidhron më shumë tek mesazhet që paktën ka ajo video që u bë dhe publike ka nxjerrë The Guardian, një media prestigjioze në Britani. Nuk është problemi me medias prestigjioze, problemi është se flasim si burim. Mund të kishte nxjerrë edhe ku dëgjon, nuk e di, një gazeta dimta, tema çan. Besoj që do ishte keq interpretuar, do thoshin e kanë me montazh, mban mend ato 700.000 euro kur u bën me montazh. Po. Kështu që kur u bën 700.000 euro me montazh, edhe një video bëhet me montazh. Unë besoj se rasti konkret nuk ka lidhje me fjalpërmbajtja e videos, është si thua e trisht, sepse zoti Lasivita kur flet thotë që i vetmi popull që i bëri përshtypje atij që e mirëpret ndërhyrjet amerikane në punët e brendshme, si thua, qoftë kjo kur e ka fjalën për zgjedhjet mund ta ketë edhe për çështje të tjera, është të thuash e trisht, por duhet ta mirë kuptojmë se kur flasim për Shqipëri, kur zoti Lasivita flet për shqiptarët, nuk e ka për shqiptarët në përgjithësi, po flet për opozitarët e Partisë Demokratike, cilët në fakt le të thuash kanë një betejë 12 vjeçare përballë Edi Ramës, për cilë rotacionin politik, për cilët po investojnë jashtëzakonisht aq shumë sa që po mundohen ta bëjnë me çfarëdo lloj mjeti, sikurse të gjitha mjetet që po përdorin për ata justifikojnë dhe qëllimin, por nga ana tjetër pjesa e lobimit për shembull, vërtet është ka hyrë në atë si thuash modelin e zgjedhur se po bëjmë më të mirën për Partinë Demokratike ose për cilë rotacionin politik. Në fakt është një lobim që si qëllim ka thjesht pastrimi e figurës zotit Berisha, një figurë që pas 11 majt për shkak të statutit, nëse humbë zgjedhjet nuk do jetë më në Partinë Demokratike. Mendoni se zoti Berisha nëse humbet zgjedhjet do ta respektojë statutin dhe do të riqet? Si e shikoni të paktën? Unë nuk e besoj se Berisha do të riqet për shkak të statutit. Unë besoj se Berisha do respektojë vendimin ose të paktën vendimin e sovranit, për cilët nuk e zgjedh më kryeministri, pavarësisht se për mendimin tim ja ka dhënë atë direktivën që në vitin 2013, kur e çoi në opozitë, por në kontekstin do ishte shumë e rrezikshme për Partinë Demokratike, po edhe për vetë zoti Berishën, jo rrezikshme kështu nga ana fizike, por nga ana e pushtetit, por që mos ka ta ndisi partinë kokoshi një thel që duhet largohet në një formë që partia të gjejë ato freskinë e saj, elemente e saj të ri dhe të jetë denjësisht ose me integritet konkurruese përballë Partisë Socialiste ose përballë pushtetit të Edi Ramës. Për diskutuar në fakt mbi këto zhvillime, në anën tjetër duket që firma e Flamur Nokës është ky lobim. Është bërë publike. A ka shkelur Flamur Noka ndonjë ligj?
a është respektuar të paktën në informacionet që ju mund të keni, a është respektuar procedurat standarde që bëhet për lobimin, dhe pse tashmë një shqiptar i Amerikës duhet paguaj 6 milion euro, 6 milion dollar për të hequr në gradën e Berishës apo për të ruajtur marrëdhëniet e mira SBA Shqipëri. Ekzistojnë akoma patriotë dhe njerëz të tillë që sakrifikojnë pasurinë e tyre në të mirë të partisë politike të zotit Berisha dhe do të thoja dhe ruajtjeve të marrëdhënieve Shqipëri. Ska patriot, janë iftar, sepse patriotizmi ka të bëjë me kombin, nuk ka të bëjë me partinë. Pra, nëse ti e do vendin tënd, nëse do ta hedhim tezën se ne po japim shpenzojmë këto para për Partinë Demokratike për sa kohë mendojmë se është më e mira sa i përket partive ose si thot format të qeverisë që do e çonin Shqipërinë përpara, kjo është e rreshme për sa kohë kemi po të njëjtët individ, kemi po të njëjtët personazhe brenda Partisë Demokratike, po edhe brenda Partisë Socialiste, apo Partisë Lirisë, që kanë 30 vite që qarkullojnë politikën shqiptare, që kanë qenë njëri pari, njëri dyti, njëri pari. Pra, më shumë kanë bërë atë shpërndarjen e karrikeve se sa daljen në, si thuash, atë pensionimin politik ose ta mbyllin atë marrëveshjen që kanë paktën me votuesit shqiptar. Unë besoj se kjo pjesa e lobimit e rëndon moralisht pak Partinë Demokratike, për sa kohë të gjithë aparat nuk vinë në funksion të rotacionit politik, nuk vinë në funksion demokracisë, nuk vinë në funksion Partisë Demokratike për të ngritur struktura, për të pasur si thuash, për të pasur gjithë mekanizmat e duhur për që të vinë në pushtet, por do harxhohen për gjyqje, për seanca gjyqësore, për avokat, me qëllim ose për të bërë lobin që për të shkuar deri në departamentin e shtetit ose në kongresmenëve të ndryshëm që të adresojnë problemin e madh që ka Shqipëria me non-gratën e zotit Berisha, të tipit ngjarjeve ose fjalimeve që i kemi parë dhe më përpara, ku thotë që zoti Berisha është një i persekutuar, na doli nga persekutues në i persekutuar politik, i cili është arrestohet pa gjyq ose është arrestuar pa gjyq. Tilla kaseta që i dëgjojmë, sikur se i dëgjojmë nga Partia Demokratike, nga Shqupi, do kalojnë në Kongres të ca njerëzve që marrin mirë që një informacion që e thot njëra palë, sikur si ishte edhe kjo rezoluta e partive evropiane. Kjo e rezolutës e PPE-s. Por në fakt, jo vetëm rezoluta e PPE-s, po dhe Gjuha e Ramës ndaj rezolutës PPE-s i identifikonte si parti si motra të Kënetës, duke identifikuar njësoj me Partinë Demokratike apo me zotin Berisha. Kjo gjuhë është e përshtatshme, sepse ato janë partit cilat sot në Europë e djatha janë parti qeverisë, dhe ti nuk mund t'i identifikosh me një parti e cila ka në krye të saj një person që shpallur non grata. Tani, ta t'jap një shembull. Pse Rama e përdor të gjuhë? Jo, e di pse nuk jam me formën e gjuhës, sinqerisht, nuk jam me të. Por ne herë kjo gjuhë është e domosdoshme. Tani, do të kujtoj raste plot që dalim i çik për te kësaj temës. Rasti i parë për shembull është mban mend atë reciprocitetin me Greqinë, mban mend ka qenë një personazh sot është dhe zyrtar i lartë i Partisë Socialiste, por nuk jam duke përmendur, ka qenë drejtori i policisë dogana dhe diçka e tillë, mos gaboj atëherë. Greqia, siç i tege her pas here, me shqiptarë, sa e shkonin kufi, i ndalon të aty, bëhe radha, 3 ditë radhë, jo s'na punon sistemi, jo po kemi këtë problem. Qarë bëri zotëria? I tha palës greke, kush çdo autobus që kalote çdo u tha që ka vite nga Greqia, njëti i bllokoi, nuk e di për çështje siguracioni, se nuk mbaj mend mirë, gjeti një nga këto kleçka këtu. Do ti që erdhi sistemi palës greke, pastaj fillon të qarkullonin makinat shqiptare. Më kupton. Po të shikojmë për shembull Shqipëria në arenën ndërkombëtare është bllokuar nga Hollanda. Tani të thush që ti shkosh ti je zyrtar i lartë dhe të shkosh në Hollandë, të thush që Shqipëria është narkoshtet,
Mu më duket idiocia më e madhe që mund ta bëjë zyrtar demokrat. Besoj që ka bllokuar Gjermania më Një shumë. sekondë, edhe Hollanda. Po Gjermania është Gjermania fjala. asnjëherë nuk ka qenë kundër. Hollanda, Greqia ka qenë kundër që Po i thoshte ka për çështjen e vendosur në vetos. kushtet Gjermania. Gjermania i vendosin në kushtet. Kushtet është tjetër gjë, në kushtet e antarësimit janë tjetër gjë. Në veto, Hollanda ka qenë nga shtetet bllokuese dhe lobimi më të madh, edhe zyrtarët demokratë e bënin në Holland. Po ta them, ti thosh shkosh një thjesht zyrtar i lartë, thjesht deputet në Shqipëri, i Partisë Demokratike apo i kujdo tjetër, qoftë nesër pas nesër këtyre partive të reja, ti shkosh në Holland ti thosh që Shqipëria është narkoshtet, sepse këtu janë ca njerëz që merren me drogë dhe me hashash. Kjo është legalliku më i madh që mund t'i bësh vendit tënd. E para nxi figurën, se të thuash tani në të gjitha raportet, po të shikosh gjithë bandat kriminale, që themin e bandat kriminale në Shqipëri, kur thonë ka transportonte 470 grot që vinë 470 kg drogë që vinte nga Rotterdami, nga Antwerpi, nga ku digjon, me fjalë portet e drogës që në gjithë Europën vinë nga Hollanda dhe nga Belgjika, që vinë nga Ekuadori, nga Peruja, qa janë kartelet e mëdhej të drogëve, nuk sjellin drogë nga Peruja në portën e Durrësit. Kur s'ka ardhur nga Peruja në portën e Durrësit, ka shkuar në Antwerp, apo ku digjon portet që janë atje në Hollanda, në Rotterdama e të tjera si këto. Tani në këtë kontekst, unë nuk besoj, nuk kam parë një diplomat hollandez që të shkojë për shembull në Parlamentin Evropian të thotë Hollanda po kthehet në pikë trafiku drogë, ne jemi narkoshtet. Nuk e shikoj këtë koncept, se o janë këto narkoshtete, për ku bëhet tranziti i gjithë drogëve e gjithë drogës, sasisë drogës që kalon në Europë, nuk vjen droga nga Shqipëria. Shqipëria po është vend që kalon droga. Patjetër, po 700 kg. Me periudhë kohe ka sjell. Me periudhë kohe Shqipëria ka eksportuar. Po patjetër. Ka eksportuar drogë, por nuk ka eksportuar. Ashash sa duash. Ashash po. Po sa të duash. Ti kujton se mirë, kur shkon në Holland, ke parë një ashash shqiptar aty shyhet ato free shopet, se tani e bëjmë shumë mohabetin. S'thot në një made in Albania. Po nuk ka lidhje se po sa ashash prodhon. Siç është ekonomia. Ja, të lutem, po të lutem tani po. Siç është ekonomia informale, ashtu është dhe ashashi shqiptar informal. Në Angli sa shtëpia bari ka? Po unë nuk kam dalë se nuk jam ekspert i sigurisë. Ti njerëz njeh apo se ti nuk jeton te Po usëri me njerëz që bëjnë ashash. Si? Usëri me njerëz që bëjnë shtëpia bari. Më mirë që njohin. Po njohin që kanë shtëpia bari. Me njerëz me libra, ri me njerëz me shkollë, ri me gazetar, ri me kolegë. Dakor, mo. Nuk njohin. Dakor, të lutem. Fatkeqësisht nuk i njohin. Dakor. Fatkeqësisht. A ke njerëz që i njohin? A keni policë që mund të ketë informacione? Nuk kam. Nuk më lidh mua fare jeta ime që unë të di këto informacione. Dakor, mirë nuk të lidh asgjë se do t'i bësh bish pyetjes. A di që prodhohet drogë në Angli? Po nuk i bëj bish pyetjes, por ky është formimi i jetës time, mor, ç'është kjo punë? Dhe njerë. I bën bish tot ai se s'di ti sa shtëpi bari ka. Jo sa shtëpi. Po ç'është kjo logjik më burr. Po si ç'është kjo logjik më burr. Po duro pra, të lutem. Do ma lesh ta bëj pyetje tani. Si gazetar ose. Po ti bëje më po bëre. Do na shkollë kam mbaruar, prit tani. Po unë se kam mbaruar atë shkollë, po dhuntia është. Po se më çmend. Okej. Më dëgjoj pak. Tani, ose lajmet që shohin për ditë. Nuk ka rëndësi. Ne jemi ignorantë nga kjo pjesë, nuk kemi as shoqëri nga kjo pjesë. Po them lajmet që shohim çdo ditë. A shohin lajm çdo ditë që u kapën këto, mbillte kanabis, minimalisht shqiptarët që mbjellin atje. Se tani, po pritëm tani. Po mirë, prit tani, duro. Nuk janë vetëm shqiptarët që mbjellin më burrë. Po kush ka thënë që janë vetëm shqiptarë që mbjellin? Pa atëre, kush ka dalë fyt diplomat anglisht që thotë ne jemi narkoshtet? E di si janë shtëpitë e barit në Angli. Po jo një sekond, po jo. Ka diçka. Jo. Këta janë gjithë sa plera, një sekond. Po pritëm ma lejo tani mo. Ta mbarojmë një tani. Janë një tuf plerash. Po një sekond. Që sa herë vjen puna të antarësimi, gjithmonë por antarësimi, po prit. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ta përcaktojnë dhe të kapituj. Lërimo deklaratat e politikanëve, që ty ti ish në BE, ka disa standarde që duhet të plotësosh. Më e bëjmë tani si muhabet kafeneje në këtë gjë. Ta bëj një pyetje. Po të bësh edhe 2 e 3, po ty është në Bashkimin Evropian, ka disa standarde. Ju e bëhet sikur dola unë dhe thash që Shqipëria narkoshtet, thonë ata, prit se tha e mal. Po ata kanë agjensi, kanë informacione, kanë burime. Po çfarë narkoshteti jeti më, shoku? Po them, po ta them unë, më nuk thash gjë unë që po pra këto që thon retorika që bëjnë këta në dyert e Europës. Po nuk pi ujë morani, nuk pi. Prit pra pse pi ujë dhe ka drejtë Rama, po duro. Po nuk pi morani. Tani më ftove te emisioni sinjal, po më pyete. Do dëgjosh një kështu sinjal apo? Po mirë, do pyeta.
edhe Po ti se pyetje ta pranon. dha sinjalin, o Jo, po prit, ti prit. s'mund më imponosh me ndim mua. Jo, nuk të imponoj Unë e fare. kuptoj që Absolutisht. mësia pastaj do që të imponohet me ndim mua. Jo, nuk të imponoj. Të dashur Unë mendoj miq, se 2-0 e pat që në moment e kam ngrirë sot. Edhe pse jam në limitet e kohës se më duhet iki se jemi drejt emision. Do rish dhe pak për respekt të shikuesve. I respektojmë, po kam edhe ma shikoj që s'kam as bateri. Erët, është erët. Sa është ora pa lere erët se ta ethi tani. 7:20. 7:20. Desha të thoja që retorika e Ramës ndoshta nuk është më e mira, po nga herë mendoj se është nevojshme si ai reciprociteti që thash në kufirin e midis Shqipërisë dhe Greqisë, që kur nisi reciprociteti, fillojnë ndryshon dhe termat e të respektimit të udhëtarëve shqiptar. Kështu që në këtë kontekst, disa mbetje dikur për shembull kur ka shkuar Ali Bej, zoti Ali Bej, Engelet Ali Bej, pa të dhënë një intervistë para antarësimit, pa të dhënë një intervistë të ngjashme. Shqipëria narkoshtet. Me fjalë, këta njerëz kanë nxirr Shqipërinë sa herë i kanë ftuar për një kafe edhe në një lokal që ka pas një emër tuaj. Po pritet të lutem ta mbaroj tani, s'unë dëgjova me respekt. Ma le ta mbaroj. Më beso pastaj, ore, më thua se kam gabim. Janë sa njerëz që mendojnë si unë, po duron. Unë them të gjë, që pavarësisht çfarë thon politikanët shqiptar në dyert e BE-s, besoj që BE-ja ka informacione se çfarë ndodh tu dhe do që ty të fusi në BE, të të fusi me disa standarde. Jo me deklarata politikanë. Jo, rezoluta PPS kishe fol tamam sikur ishin këta trupa Belind Këlliçi, Gazbardhi, Flamur Noka, gjithë enturazhi i PD-s. Nuk ishte fol fare, nuk ishte lidhje më as një analizë, as se ku ishte ky narkoshteti, as se ku ishin këto mafia, se këtu flitet mafia, narkoshteti, navodha, korrupsion. Mi fjalë kishin fol deri te TikToku, liria shprehjes. E kuptoti tani të hyj parlamenti, Partitë Popullore Europiane, të hyjnë TikTokut në Shqipëri, që t'jetë thelbësore kjo për lirinë e shprehjes apo lirinë e fjalës. Tani në këtë koncept unë besoj se e kanë totalisht të gabuar. Prandaj po them që reciprociteti ose mundësia që Edi Rama të paktën minimalisht të thotë që këta njerëz e kanë gabim sa herë që shkojnë në dyert e Europës dhe nxjin vendin ton, unë besoj se është minimalja që mund të bëj. Ose të paktën minimalisht atyre që i votojnë, këta apo të tjerët, ose dhe vetë Ramën, tu tregoj që këta janë, sikur se ka thënë dikur, disa mbetje të biodegraduara të shtetit shqiptar. Kështu që në këtë kontekst e parashikon shumë mirë. Ti do të shkosh nxish vendin tënd, do marrësh përgjigjen e merituar. Kështu që, po. Nëse do të bëj edhe një pyetje të fundit, edhe për shkak të ne kemi testet e para, po jo minutazhit, po janë testet e para, edhe pse tani po të shikosh goxha mirë e gjithë edhe pamja nga dalja e parë, dalja e dytë janë përmirësuar gjitha çështjet. E bërë më i bukur. E teknikës kështu kam qenë, unë që i vogël. Shumë ma ka falë zoti. Ke nga qumë shqipatosit? Jo, se kam nga qumshte, kam nga pjesa e genit nga përmeti. Nga të keqen, ku do të shkosh, do me thënë, geni identifikohet. Si s'ta qove një ditën përmet, unë? Do të qoj dhe në përmet. E kam sinqerisht. Por tani jemi të zënë se jemi duke pasuruar fushatën. Se ngele vetëm atje në koshte, në spjelle. Na qone një ditën përmet. Do pasuruar fushatën, asë në spjelle nuk po shkoj nesër, do ikim fakt se kam për të shkuar të miqtë e mi të restorant Thaçi në spjelle, duke qenë se i kam dhe miq. Edhe do të bëj dhe një pyetje shkurtë mish fundit se për shkak të mbyllim. Po deri tani folje ti apo? Po s'ka gjë më burr se kështu bëhet emisioni. Ke parë gjithë kështu bëjnë në emision. Të marrin, të pyesin dhe flasin vetë. Të pyesin dhe flasin vetë. Moda e re e moderatorëve. Kjo edhe diçka shkurtimisht. Po them shkurtimisht. Tani mirë se konse kam, po shkurtimisht do të them. Se ke kohë, ke po për të mbyllur punët tua, duro. Kam punë, jo punë mia, se do të çoj. Duro se do të çoj. S'kam baterim, duhet ikit ta marr karikë. Do të jo, nëse bësh shaka. Më thuaj diçka. Tani ti vërtet mendon se kjo i bën punë edhe ma bëj pyetjen pasaj. Ti vërtet mendon, për shembull, fjala vjen. Është njësoj sikur për shembull dy prindër zëre se je një familje. Se Shqipëria vendi jote është një familje. Dhe dy prindërit mirë apo keq në çdo familje kanë ato keq kuptime debatet e brendshme. Tani nëse ti e zem, shkon nesër në shkollë, flas debate normale burr, shkon në shkollë dhe i thon zyshës, ato prindërit e mi, ato maskaren që zihen për ditë. Ti mendon për shembull, është një gjë bën edhe këta, kupton? Sa herë që për shembull
Shqipëria është drejt një procesi, sa herë që Shqipëria është... Po kjo është fryma e politikës më burë. Jo, se ka bërë... Po jo, si se ka bërë Rama? Jo, Rama, jo. Po pëse e ka bërë më burë me... Pëse dhe Rama dhe për ato që ka bërë, ka kërkuar në pjesë. O, Ani, po ke atë më rastin e Fierit për një kuti, u blokuaj gjithë procesi, nuk hapte Rama... Po që dhe ka kjo më? Po kjo më pëdhe për Bashkimin Evropian, ishim për hapjen e Ta kam thënë dhe atje në Shkodër që nuk gjetën votën e vetë ai kandidati, ai pedagog. Po qa janë këto më tani. Qoftë se flasim për dy standarde, e pas ke humbur sot. Se ke mendje vend tjetër. Standardet janë të njëjta, nuk ndryshojnë. Duke se garant dashnisë. Në catë njerëkës, kështu që nuk ndryshojnë standardet. Standardet janë njëjta. Përsa ko që dhe Rama dhe Berisha përdorin gjuhë polarizuse, apo kushdo aktor tjetër politik përdor gjuhë polarizuse, këto pasojë do të kënë politikë. Se të qa mendoj unë nuk do doja kur që ne të flisim për vendin ton keq. Por, ne dhe nuk mund të eshtim do të kur shikojmë që çdo gjë shkon keq. Jo të eshtim, është tjetër gjë të eshtim. Po jo me atë lloj gjuhë që fletes s'është e vërtet fare. Nuk po të them. Dhe dikush ta thot një person që Lazaratin, pra kanabizimin e një vendit të tërë e ka quajtur vullnet politik. E kam e kamere. Ishte vullneti politik i qeveristimit që ta mbaje Lazaratin. Po sa miliona dollar, dishin 66 milion dollar në vit, se si ishte. Ka qenë një shumë e madhe. Frikshme, se se mbaj më tani. Edhe mendoj që kishe një drejtim... Dhe ishte vullnet politik. Të dalesh tani, shkosh ti trokasësh durët e Europës, të thuash që ky është ai që merret me drogë. Nuk përban. Edhe mos na jepni, po tani është turpo por. Në këtë kontekst unë nuk të them. Unë nuk ore, ne problemet tona mund t'i adresojmë. Ka mekanizma Berisha, është në parlament, mund t'i çojnë spak nëse ka raste konkrete, mund t'i denoncojë të organet e tjera të drejtësisë që është prokuroria e rrethit apo prokuroria e përgjithshme, prokuroria zakonshme, si i thënë. Ka polici. Shërshki mua bet tani dilte atje ti thua që na kushtetor është droga na vjen nga ata. Ky thotë që drogën ku prodhohet? Diçet prodhohet drogë në Shqipëri? Dgjoj. Lere ashashën se më shmende tani ku ka kokaina? Po janë 2-3 Zibraka këto janë kapur atë. Po 700 në vit mor atë. Zibraka nuk prodhonin. Po ç'a bëni se unë se di se ta dija unë do ta kisha. Po njëjtat ishin pra, nuk prodhonin. Po ata në Laç nuk prodhonin, këta në Zibrak nuk prodhonin. Po ç'a bëjnë këta tërë? Apo i mbajnë kosë? Shesin. Këta janë distributor. Distributori Perus dhe Ekuadorit. Edhe një pyetje të fundit, mendon se do të kemi surpriza nga partitë e vogla, nuk dua rezultat, por nga partitë e vogla si e shikon? Se ti je pak i ashpër me këto partitë e vogla. Para edhe shonë mandati nuk është shekot, se nuk do të bëjmë qesharak, por unë do të dëshiroja shumë. E di pse do të dëshiroja sinqerisht. Do të dëshiroja, tani jam shumë serios. Do të dëshiroja shumë pse. Ndoshta do kisha shumë dëshirë që çdo parti e vogël, mirë apo keq, të jepet një mundësi përfaqësimi ose alternative në parlament, të kenë minimalisht 2 deputet ose edhe 3 deputet. Dhe e di pse, për treguar që Berisha e ka gabim. Pse do të thoshte që Berisha e ka gabim? Sepse nëse këto bateria, si thuash, e opozitarizmit pas kanë qenë partitë e vogla, atëre shqiptarët nuk është se nuk e duan Ramën, por nuk i përfaqëson Berisha. Se në të kontekst i bie që vota opozitare ka, atëre nëse ti nuk i mbledh dot si parti, pra Partia Demokratike, dhe i mbledh ky është dështimi jot. Le që pastaj që kanë dalë nga janë si thuash një fraksion më shumë i Partisë Demokratike se sa i çdo partie tjetër në kontekstin që e mendoj unë. Kështu që një fitore e partive të reja është një dështim i Berishës në kontekstin politik. Pra Berisha duhet i japi rrugën njerëzve të ri me integritet në parti. Hallin e tij mund ta zgjidhë fare mirë se ato para i ka, për ta zgjidhur nuk ka pse merr paratë e demokratëve as patriotëve. Se patriotët i japin për demokraci ndoshta ose Partinë Demokratike dhe rotacioni politik, po të japin miliona dollar për gjyqjet e Berishës që nuk e çojnë gjykundë, mund t'ia japin edhe për qef pa qenë kryetari Partisë Demokratike. Mund të jetë, nuk e di, një senator i përjetshëm i Partisë Demokratike, mund t'i japi këshillim, një formë si thuash mbështetje,
duke qenë brenda Partisë Demokratike, por nuk mund t'japi më shumë se sa ka dhënë deri tani. Dhe nëse rezultati është më i dobët se 2021 ku zoti Lulzim Basha e ka lënë Partinë Demokratike dhe mandatet e Partisë Demokratike, besoj se do jetë edhe më dështuese për zotin Berisha dhe është më domethënëse nëse partitë e reja i marrin këto vota. Pra, vota ka, po s'ka profesionist. Njerëz që nuk e duan Ramën ka, po nuk ka njerëz profesionist. Njerëz që nuk arrin dot t'i bashkoj Berisha ka, po duhen profesionist. Andrej, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj, të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek, duke falenderuar secilin prej jush që bën një like, që bën një subscribe, që e shpërndan këtë emision, që na jep mbështetje në këtë projekt të ri, që na jep kurajo për të vazhduar dhe për të sjellë diçka ndryshe. Mos u largoni nga Antena Televizion. Kjo do të jetë një antenë në fakt e cila do të përhapi një sinjal jo vetëm për shqiptarët në Shqipëri, por më e rëndësishme dhe për shqiptarët në diasporë. Për shkak se atyre që u drejtohemi janë ajo fashë e cila është e revoltuar nga politika, ajo fashë e cila ka pak kënaqësi nga politika dhe ne mundohemi që të jemi zëri juaj. Kështu që do të kemi edhe zëri atyre që kanë kënaqësi nga politika. Edhe kënaqësi nga politika, por zëri atyre që kanë pak kënaqësi si një zë revolte, sepse shqiptarët në përgjithësi kanë zgjedhur emigrimin si formë revolte. Por dhe ata që kanë qëndruar këtu në Shqipëri, nëse e kthej misionin nga e para. Dhe ata që kanë qëndruar këtu në Shqipëri dhe jetojnë dhe përballen çdo ditë me padrejtësi, do ta kenë hapësirën tonë dhe do ta kenë studion tonë të lirë për të komunikuar, për të folur, për të biseduar mbi gjithçka çfarë ndodh dhe mbi gjithçka se si do të shkojë apo si e perceptojnë ata zhvillimet politike. Mos u largoni nga Antena Televizion, bëni subscribe, bëni shpërndarje dhe rikthehemi përsëri me emisione apo zhvillime dhe ngjarje të tjera, duke qenë se këto ditë jemi në provë testimesh. Mirupafshim.